Do të përpiqemi të flasim për një ngjarje që ka ndodhur 15 vjet më parë, por të pasbardhur, që është rikthyer në vëmendje për shkak të hetimeve të SPAK-ut. Në fakt unë them të hetimeve të SPAK-ut, por që edhe SPAK-ut ja ka kaluar gjykata e lartë, apo jo, edhe ja rikthyer për hetim, domethënë një farë detyrimi si thua se është edhe SPAK-u s'ka dashur ta hetoj një problem që ka 15 vjet që është larguar. Ti si mendon tani? Mirë është të hetohet kjo apo jo? Kanë kaluar 15 vjet. Se këtu tani çdo gur që të lëvizësh dhe çdo pllakë njëherë bie, kupton? Bie shumë herë. Si e mendon ti tani të hapet apo të mos hapet kjo punë? Parimi është që e vërteta duhet ndriçohet. Ky është parim universal. E dyta pastaj janë shprehur institucione të rëndësishme. Është shprehur gjykata e drejtave të njerëzit, Strasburg, dhe padyshim gjykata e lartë e Shqipërisë ka pasur një lloj detyrimi që të rezonoj me atë çka ka kërkuar gjykata e Strasburgut. Kështu në një farë mënyre është një lëvizje institucionale e detyruar. Dhe padyshim jemi në një proces hetimi ku detyrimi kushtetues dhe ligjor është ekskluziv i SPAK-ut. Kështu që me drejt ju thatë që janë 15 vite, në 15 vjet kemi folur pafundësisht për 20 janarin, kemi folur politikisht, janë bërë debatet natyrës politike, madje debatet që kanë pasuar 20 janarin nuk kanë qenë thjesht debate nëpër studio, por kanë qenë angazhuar dhe institucione, është ngretur komisioni hetimor parlamentar për 20 janarin që pak flitet, është folur shumë në atë kohë, janë ngretur akuzat të përbindshme dhe duket që me kalimin e kohës gjërat janë harruar. Siç në të rëndom në Shqipëri. Por, natyrisht për qëllime politike, por me sa duket, diçka nuk u harroga, ajo që ka të bëjë me ndjeshmërinë, sentimentin e familjeve, sepse kam thonë vazhdimisht, mirë atij që i ndodh gjëma në familje, sepse ata nuk e harrojnë asnjëherë, është gjaku tyre, se për tjerët pasaj, sidomos për politikën, gjërat përzihen, harrohen, rikujtohen vetëm kur vje pragu 21 janarit. Media në përgjithësi është e interesuar në këtë periudhë, por tani është një çështje tjetër që është, sikur se thash, është ekskluziviteti i institucionit të SPAK-ut. Okej, zoti Topi, unë e theksova që ju jeni nga njerëzit që një më mirë për shkak të pozicionit këtë që kishit, ju ishit kryetari i shtetit, dhe më mirë se ju, unë nuk besoj se e nje, si njoje, se pastaj njerëzit e tjerë kryenin veprat janë të tjerë. Tani, duke u kthyer në vëmendje ky 21 janar për shkak të hetimeve që po zhvillon SPAK, ju jeni thirrur të dëshmoni? Jo, deri tani nuk kam ndonjë ftesë. Nuk ju duket pak e çuditshme kjo se? Jo, është çështje e artit të hetimit, është çështje e tyre, ata e dinë. Nuk mund të paragjykoj punën e tyre. Po, kryetari i shtetit është në pozicion kyç. Që nuk do thotë që nuk do më thrasin. Qartë. Se do thotë që ai ishin proces. Por e dinë ata, nuk mund të paragjykoj. Ata si do të operojnë. Mund të paragjykoj. Tani, të përpiqemi të shkojmë pak te ky moment. Do me thënë të bëjmë një retrospektiv nëse do mundemi. Cilit ishin informacionet e para që ju kishit marrë si president për protestën e 21 janarit? Sigurisht se, si që ishte informuar qeveria, ishit informuar dhe ju. Pra, për para se ajo të ndodhte, kishit dieni? Unë besoj që informuar për atë çka
do të vinte si protest me 1 janar, ishin të informuar gjithë shqiptarët. Padyshim kisha informacionin e natyrës Sekrete. institucionale që vinte nga shërbimet. Por protagonistët e organizimit të protestës 1 janarit ishin me zë dhe me figurë. Të gjithë kanë folur, të gjithë kanë deklaruar, madje kanë paralajmëruar se çfarë proteste do t'ishte. Që diçka do ndodhte. Pra u krijua një psikozë kolektive që Mua më thoshin të mos kalojmë këte. përveç asaj që kanë dëgjuar njerëzit, unë kisha privilegjin që merja dhe informacionin e tipit e natyrës sekrete, që është e natyrës institucionit. Natyrisht atë ditë që i parapriu 1 janarit, unë e mbaj mend relativisht mirë. Isha i prekur nga një viroz shumë e fortë e kohës. Të zakonshme, ishte janar dhe kam qenë gati i pamundur për të dalë, megjithatë ishte pesha që më bëri që të angazhohem si çdo ditë tjetër. Madje nuk duhet harruar, me datë 20 janar, duhet të qenë 20 janar orash 19 e mbrëmjes, unë kisha organizuar vitin e ri në thojza diplomatik. Do të vinin diplomatë si që vend Që mbas 1 janarit lije një periudhë 2-3 javë që ata ktheshin në Shqipëri. Dhe ky ishte një takim ritual i përvitshëm ku i peshin mesazhet natyrës politike dhe diplomatike. Padyshim pjesëmarrës sipas rregullit të atij takimi ishin anëtarët e Komisionit të Politikës Jashtme të Kuvendit të Shqipërisë, ishte dhe Ministri i Jashtëm i kohës. Këtu mbyllesh protokolli. Padyshim kisha ndërtuar një fjalë të rastit, specifike për atë takim, e shkruar, e lexuar me kujdes, por ndërkohë që unë po merresha me këtë transmetim të fjalës time, patjetër që e ndava si nevojë me ambasadorët. Dhe nëpërmjet atij komunikimi, padyshim edhe me publikun, sepse është transmetuar ajo fjalë. Jam ndarë pra nga leximi dhe kam prekur situatën politike. Shqetësim i madh, absolutisht. Arvizu ishte nga amerikanët? Po, ishte po. Sa po kisha ardhur ambasadori Arvizu, dhe kam komunikuar me ta nevojën për një depolarizim të situatës. Është një situatë jashtëzakonisht e ngarkuar. I kam bërë thirrje, kam dhënë apelin e kreut shtetit, duke i thonë largoni nga tensionet, qetësoni, rimerrni në dorë artin e komunikimit dhe zgjidhni problemet në mënyrën politike. Besoj, ky mesazh, ky regjistrim është në arshiv. Pra unë e kam paremëruar situatën dhe padyshim kishte një vëmendje të jashtëzakonshme, të posaçme të ambasadorëve. Unë shikoja tek ata të njëjtin shqetësim që kisha edhe unë, sepse ishin bërë deklaratat. Deklarata nga dy krahët, ishte një tension shumë i madh. Ky tension po akumulohesh dhe po koncentrohesh. Pra duke sjell të gjithë situatën mediatike, që do të thotë si rregull dhe atë shoqërore, të audiencës publike, një situatë tensioni. Pra juve sapo e thatë, që çfarë do ndodhi, mos kalon ndaj si qyshtek. Pra unë e kam ndjerë këtë nga pozicioni im, por edhe si qytetar. Tani zoti Topi, cili gjithmonë mbetemi aty, në retrospektiv një kujtesë. I thresim kujtesës
cili ka qenë roli juaj gjatë zhvillimit të protestës? A keni komunikuar me palët dhe a ka patur kërkesa ndaj jush? Nga njëra apo tjetra palë? Unë ja thash atë situatë shëndetësore, megjithatë isha në një natë gati pa gjumë për shkak të shqetësimit dhe ashtu siç kam qenë atë gjendje kam shkuar në zyrë. Kam shkuar në zyrë dhe padyshim e kam ndjekur deri nga dreka, të mos gaboj, dhe pastaj kjo situatë është ndjekur nga ambientet e zyrës që unë kisha në shtëpi së bashku me këshilltarët e mi. Pra, gjithçka po ndiqej, qoftë me pamjet vizive, që ifshin televizionet, unë nuk besoj të ketë sken Hollywoodi që një ngjarje tjetë ndjekur në më shumë se sa 30 kamerave. Qartë. Big Brother i plot. Pra, tridimensional është pak. Pra, nga shumë këndvështrime, nga poshtë, nga lartë. Nga shumë. Dhe, kur situata po fillonte dhe po agravosh, unë kam kërkuar në telefon ministrin e brendshëm të kohës, zotin Basha. Po. Kam kërkuar për të komunikuar edhe për të marrë nga ai situatën edhe për të dhënë mesazhet e mia të. Dhe padyshim nuk kam marrë përgjigje në atë moment, është përgjigjur, më ka marrë në telefon pak më vonë, ndërsa... E çfarë tha? Biseda rreth situatës, si ishte që interesimi im si president se sa... Absolutisht si president. Dhe më thënë interesi Ramës... Si president, anas partes, unë isha president me shqetësim që ka kryetari i shtetit në një situatë të tillë. Apelet e mia publike ishin dhënë, po ndiqja situatën sikurse ndiqte çdo njeri me tepër shqetësim. Sigurisht kisha pasur takimet gjatë ditës me njerëz të institucioneve dhe ajo që erdhi pastaj, që erdhi si një precipitim. Bëj pyetjen direkt unë. Precipitimi erdhi me kur ju bët me dije se janë vrarë 4 protestues. Si e kujtoni atë moment? Nëpërmjet televizionit dhe isha jashtëzakonisht i koncentruar për të ndjekur situatën me pamjet, por edhe me informacionet që më vinin nga kanalet patjetër. E shërbimet? Patjetër. Jo thjesht shërbimit, për këshilltarët. Po edhe këshilltarët e tu, të gjithë ekipit duhet ta kuptoni që kryetari i shtetit, sidomos për ngjarje të kësaj natyre, asistohet nga njerëz. Sigurisht. Por ajo që u pa qartë në mediat, të cilat thatë ju ishte një Big Brother i vërtet. Në pamje direkte. Dhe aty pastaj patjetër që unë shumë i hidhëruar për atë situatë, kam bërë, jam ulur për të shkruar një deklaratë të koncentruar, dhe ajo deklaratë është bërë publike në kohë reale. Dhe ajo deklaratë shprehte pikërisht për atë tragjedi që ndodhi në bulevardin Tiranës. Zoti Topi pas vrasjeve pati një përpjekje jo të vogël për të shtrembëruar atë që ndodhi, për të shtrembëruar të vërtetën. Sikur protestuesit ishin vrarë me njëri tjetrin dhe jo nga garda. Ju si president kur e keni mësuar se ka qelluar garda, kur e mësuat? Atëherë kur e mësuam gjithë, që është e vërteta, kur në një nga televizionet u transmetuan pamje të tjera të pa transmetuara. Pamjet e këtij gazetarit? Po, televizioni Klan. Po, të zotit Hoxha, nuk e di në... Zoti Hoxha dhe ky Mahmudaj, si e ka? Po, Fatos Mahmudaj, po. Dhe... Ja ju plagos? Po, shplagosën në dorë, me sa kam unë ndjeni. Dhe aty ka filluar të ndryshoj perceptimi në rreth asaj përshtypje që ata ishin në ikje. Po, protestuesit dhe kjo të bën çuditshëm. Po natyrisht. Në ikje.
më ka bërë përshtypje dhe vazhdon që të qëndroj konstante ajo përshtypje. Kur gjithçka ishte qetësuar në terma relativ, ndodhi ajo që nuk duhet ndodhte kurrë. Tani, prokuroria nëzori urdhër ndalimi për disa drejtues të gardës. Por Sali Berisha nuk i dorëzonte. Me idenë që unë nuk e prish zinxhirin e gardës. Bile një kolegu im gazetar, ne ishim duke dalë xhiro në liçenin artificial dhe po më thoshte mua po më kërkiste, si mund të prishet zinxhiri? Më thoshte ai. Po ishte fort në shërbim të kjo pjesë. Po, ajo li, po. Unë ja kuptonja. Po, qartë. Që zinxhiri duhet mbar lidhur. Tani, ju jeni takuar me Ina Ramën, çfarë kujtoni nga ky takim? Nuk i dorëzonte, në momentin që Berisha nuk i dorëzonte. Ju keni takuar prokurorin e përgjithshme dhe çfarë ju kujton ky takim? Padyshim, shiko, janë 15 vite dhe patjetër që gjithçka është në arshivën e institucionit. Megjithatë, unë çfarë mund të kujtoj unë? Yes. Kujtoj që ky ishte prekupacioni i fortë i atij momenti, sepse prokuroria donte të fillonte hetimin për zbardhjen e kësaj situate kaq të rëndë. Dhe padyshim ka qenë... Falë me shkruajnë që Bragabim Uni ka publikuar Tan Hoxha Po pra, dhe jo Klani. Po. po thash. Ndjes se... Jo, të lutem, unë Kaluar 15 vjet dhe Tan Hoxha ka qenë dhe në studion tim. unë nuk përmenda kanal televiziv, po përmenda gazetarin. E përmende. I cili ka padyshim një merit të jashtëzakonshëm për ndryshimin e situatës. Qartë. Sepse ato lloj insinuatash që u krijuan në momentet e para, patjetër që krijojnë përshtylllim. Po jemi tek takimi me zonjën Rama, në atë kohë prokurore e përgjithshme. Çfarë kujtoni ju nga ky takim? Ajo shprehte shqetësimin që kishte filluar të ndjente pengesa për marrjen e provave materiale. Dhe gjithë diskutimi ishte rreth këtij problemi. Prokurorë që kishin shkuar në terren, prokurorë që janë deklaruar që janë penguar për të marrë provat në terren dhe pastaj që lidhen pastaj edhe me çështjen e regjistrimit të kamerave të kryeministrisë. Pra është një temë e njohur kjo. Ato janë penguar dhe padyshim kam dhënë edhe një herë mesazhin e inkurajimit të kryeprokurores, të institucionit të prokurorisë, pavarësisht presioneve politike që filluan të ndjehen, që do të kishte mbështetjen pa limit të kryetarit të shtetit për të ndjekur detyrat e vete funksionale dhe kushtetuese.